Rreshet intensive të muajit janar shkaktuan dëme të konsiderueshme edhe në bashkinë Tepelen, duke prekur infrastrukturën tokat bujqësore dhe duke sjellë fenomene erozioni në disa zona. Aktualisht, strukturat përkatëse janë në terren dhe po punohet për rehabilitimin e problematikave të konstatuara. Patëm dëme të mëdha në infrastrukturë dhe dëme në toka bujqësore. Dëmet në infrastrukturë, kryesisht në njësinë administrative qendër dhe në fshatrat Dukaj, Turan, Salari, Peshtan dhe Ormoh. Kemi shumë shkarje toke për shkak të prurjeve të mëdha, intensive. Bashkia Tepelen, me gjitha strukturat e veta, ka qenë në ndjekje të çdo problemi, duke eliminuar rast pas rasti me mjetet që pati, por ka marrë dhe mjetet të tjera në mbështetje për arsye sepse nuk përballoheshin dot gjitha këto vështirësi, dëmet u shkaktuan dhe në rrugët rurale dhe në rrugët nacionale. Sa i përket sektorit të bujqësisë, janë dëmtuar mbi 1 hektar tokë bujqësore në pronësi të 12 familjeve, ku sipërfaqet e prekura ishin kryesisht të mbjella me pemtari, drithra dhe kultura të tjera. Që tani kanë bërë aplikime 12 familje, të cilat kanë përmbytje mbi 1 hektar tokë, secili të mbjella me drithra dhe me pemë frutore. Bashkia Tepelen ka ngriti grupin që bënte verifikimin dhe do bën edhe vlerësimet. Procesi vlerësimit të dëmeve vijone ende pasi në disa zona situata ka qenë e vështirë për t'u verifikuar për shkak se uji nuk ishte tërhequr plotësisht nga tokat e përmbytura.